أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falëndrimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjeleshanuhu I cili na krijoi në formën më të bukur. Na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetme të pranuar. Na e shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Përshëndetjet tona të përzemërta qofshin mbi vullën e pejgamberisë, të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij të sinqert dhe mbi të gjithë muslimanët, të cilët e kanë ndjekur rrugën e Islamit, janë duke e ndjekur dhe do ta ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Dëgjues të nderuar, njeriu tërë ditën ballafaqohet me raste të ndryshme, të cilat ndodh të mos jenë vepra që janë në përputhje me rregullat e shariatit. Vepra të cilat nuk I don Allahu Gjeleshanuhu dhe janë mëkat në peshojën e fesë. Andaj njeriu është në luftë të vazhdueshme me epshin e tij, I cili mund ta dërgojë në mëkat, sepse mëkati sot është I përhapur në të gjitha anët. Po ashtu për përhapjen e mëkatit investohen mjete dhe fuqi të mëdha, si përmes shoqatave të ndryshme, gazetave, medjeve, internetit, këngëve dhe filmave e tjera, ku për të gjetur mëkatin është bërë shumë e lehtë. Por nuk mund të pretendojmë se njeriu është e pamundur të bjerë në mëkat, sepse vetë mendimi se njeriu nuk bën mëkat është mëkat. Pasi edhe I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith tregoi se nuk ka njeri I cili është I pagabueshëm. Por besimtari dallon prej mëkatarit të prishur, në atë se besimtari pendohet prej mëkatit, kurse mëkatari I prishur vazhdon në atë mëkat dhe nuk ndjen pendim. Të gabosh dhe të pendohesh është cilësi besimtari, kurse të gabosh dhe të krenohesh me mëkat është cilësi e shejtanit. Transmeton Anas ibn Malik radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kullu ibn Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Çdo biri I Ademit gabon, por më I miri prej mëkatarëve është ai I cili pendohet. Këtë hadith e shënon Imam Tirmidhiu me numër 2507, Ibn Majah me numër 4251 dhe të tjerët. Allahu Gjeleshanuhu është falës I madh dhe nuk mërzitet nëse e fal mëkatin e muslimanit, sepse shumica prej emrave të Allahu Gjeleshanuhu tregojnë se ai është falës, I mëshirshëm, bujar, pranues I pendimit e tjera. E nëse njeriu nuk do të mëkatonte, atëherë ku do të vinte në shprehje mëshira dhe falja e Allahut? Saqë edhe në një hadith nga I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam mësohet se Allahu Gjeleshanuhu është aq falës I mëkateve, saqë dëshiron të dëgjojë zërin e mëkatarit duke bërë lutje për falje. Ku në hadith përmendet se nëse ju nuk do të kishit kryer mëkate, Allahu Gjeleshanuhu do t'i kishte zhdukur këta dhe do të kishte sjell një popull tjetër I cili bën mëkate dhe kërkojnë falje që atyre t'ua fal. E nëse nuk ka mëkatar, si do të kuptohet se Allahu fal? Gjunahu është veprimi I cili nuk të lë të qetë në zemër dhe njeriu nuk dëshiron që të tjerët e kuptojnë atë. Prandaj, besimtari pasi e kryen mëkatin, nuk është I qetë derisa të kërkoj falje për të dhe të largohet prej saj. Ndodh ndonjëherë njeriu është në dyshim për ndonjë vepër se a është e lejuar apo jo. Vetë fakti që ti nuk je I qetë në zemër dhe kërkon sqarim për të, tregon se në të ka diçka që nuk të lë të qetë. Ku do të përmendim një hadith që tregon se zemra është kandar I sakt për matjen e mëkatit, ku transmeton Nawaz bin Sam'ani al-Ansariu radiallahu anhu se ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka është mirësia dhe çka është mëkati. Pejgamberi alayhis salam I ka thënë: mirësia është morali I mirë, kurse mëkat është ajo që të shqetëson në gjoks dhe nuk don që ta marrin vesh të tjerët. Këtë hadith e regjistron Imam Muslimi në Sahih me numër 2553. Mëkati është ndërmjet robit dhe Zotit të tij.
Andaj nuk lejohet që dikush të bëhet agent i mëkateve të tjerëve, sepse nuk duhet të harrohet se çdo njeri gabon. Sot ka shumë njerëz që më tepër interesohen për punët e të tjerëve sesa për punët e veta. Shikon dhe gjen gabimet e tjetrit, kurse haron se edhe ai gabon. Siç tha një dietar, këta njerëz shohin krimbin në oborin e fqinjit, kurse nuk shohin gjarprin në oborin e vet. Shohin qerpiku në syrin e vllajt, e nuk shohin drurin në fytyrën e vet. Prandaj, edhe i tha Hasan el Basriu një njeriut i cili i solli lajm për dikë i cili e kishte përgojuar, e Hasan el Basriu i tha, ti a postier i shejtanit je? E sot po shohim shumë postier të shejtanit. Shumë njerëz të cilët i hulumtojnë mëkatet më shpejt se agjencitë e kundërzbulimit. Këta njerëz gjurmojnë mëkatet e të tjerëve, e pastaj mundohen t'i shpalojnë ndër njerëz dhe t'i përhapin, që pastaj të ndotin nderin e dikujt. Shohim sot nëpër internet edhe disa të rinj në fe, të cilët sapo kanë filluar faljen e namazit, në vend që të merret me pastrimin e shpirtit të tij nga mbeturinat e mëkatit në zemrën e vet, ata fillojnë të merren me gabimet e të tjerëve, duke i përhapur edhe në rrjetet sociale, si në Facebook, YouTube e tjera. Duke harruar se ata nuk janë të ngarkuar për të hulumtuar se çka kanë në zemrat e njerëzve. Disa hulumtojnë nëpër profilet e të tjerëve për të gjetur ndonjë foto me të cilën do të mundohet që ta ul vlerën e tjetrit. Shumë prej tyre bile marrin në duart e tyre për të gjykuar se çfarë niyeti ka filani, kur dihet se çështja e niyetit është punë e fshehtë në mes njeriu dhe Zotit, e nuk mund ta di njeriu se çka ka në zemrat e të tjerëve. Bile, disa prej tyre fillojnë edhe të akuzojnë hoxhallarët e këtyre trevave, si të devijuar, shkaku se nuk i pëlqen diçka prej veprimeve të tij, saqë mendon se e gjithë bota duhet të mendojë sikur ai, sepse vetëm ai është në rrugë të drejtë e të gjithë të tjerët janë lënë të djegse zjarrit xhehenemit. Disa të tjerë i sheh se nuk lidhet në namaz pas një imami, sepse ai qen ka mëkatar. Por vallë, nëse ne kërkojmë për namazet tona imam pa gabime, atëherë duhet të falemi në shtëpi, sepse askund në botë nuk ka njeri pa gabime. Këtë vepër negative e gjejmë shpesh të përhapur edhe te gratë, të cilat më tepër merren me gabimet e të tjerëve, edhe pse si gratë sot janë bërë edhe burrat. E tërë ditën rinë nëpër rrugë apo në hije, duke pirë çaj dhe kafe, e si temë diskutimi është se si ka gabuar nusja e filanit, se si vajza e filanit është duke bërë kështu, gruaja e atij e bën këtë, e shumë biseda të tjera me radhë, e kjo vepër përfundimisht nuk duhet të jetë temë diskutimi. Disa shkojnë edhe më larg, duke e përcjell dhe duke e ndjek se ku do të shkojë filani, ku do të hyjë, kush i vjen në shtëpi fqinjit, duke u bërë agent e mëkateve të tjerëve. Një rast, udhëheci besimtarve, halifi i dytë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Umer radiallahu anhu, dëgjoi zërin e një personi i cili në shtëpinë e vet këndonte si i dehur. E ky mendoi që ta kap duke bërë mëkat. E kur u fut në shtëpinë e tij, i tha: "Ti je duke bërë një mëkat?" Njeriu me butësi i tha: "Po, unë jam duke bërë një mëkat, por ti ke bërë 3 mëkate." Umeri i habitur i tha: "Si ashtu?" Njeriu i tha: "Ti ke hulumtuar për gabimet e mia, që është në kundërshtim me sunetin. Ke kërcyer mbi mur, kur dera ka qenë mbyllur, e në fe nuk lejohet të hyet për mbi mure, por hyet nga dera. Dhe e treta, ti kur hyre, nuk përshëndete me selam, kur në Kur'an thuhet që të përshëndetni banorët e shtëpisë me selam." Atëherë Umer radiallahu anhu kërkoi falje dhe doli jashtë. Njeriu mund të bëjë mëkat me harres, me gabim, apo dikush edhe mund të jetë i detyruar për një veprim të caktuar. E këto janë të falura nga Allahu xhaleshanuhu, siç thuhet në hadithin, të cilin e transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Allahu xhaleshanuhu u afali popullit tim atë që e bëjnë gabimisht, me hares apo atë për të cilën detyrohen me forcë." Këtë hadith e shënon Ibn Majah në Sunan me numër 2045 dhe të tjerët.
Nuk është prej cilësive të një besimtari të mirëfillt që të merret me gabimet e të tjerëve, sepse Allahu xhaleshanuhu këtë nuk e kërkon prej teje. Po ashtu, në ditën e gjykimit, dhe të pyetesh për mëkatet e tua, e jo për mëkatet e të tjerëve. Zbulimi dhe përhapja e mëkateve është cilësi e munafikëve, të cilët dëshirojnë që në mesin e muslimanëve të përhapet e keqja, siç bën shpifje edhe ndaj bashkëshortes së të dërguarit të Allahut, Hazreti Aishës radhiyallahu anha, për të cilën munafikët e Medinës, në krye me Abdullah ibn Selulin, shpifën rënd dhe filluan të përhapin këtë lajm të pavërtet, me çka e shqetësuan rënd edhe të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe tha Allahu xhaleshanuhu për ata në Kur'an, në ajetin 19 të surës Nur, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ata të cilët dëshirojnë që të besimtarët përhapet immoraliteti, ata i pret dënim i dhëmshëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Ibn Kathiri në koment të këtij ajeti thot se këta janë ata që janë përcaktuar që t'i nxjerrin në shesh fjalët e këqija. E për ta në këtë botë do të ketë sankcion të ligjësuar, kurse në botën tjetër do të kenë dënim xhehenemin. Pastaj e sjell hadithin që e shënon Imam Ahmedi në Musnedin e vet përmes Thaubanit, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mos i ofendoni dhe mos i komprometoni robërit e Allahut. Mos gjurmoni pas të metave dhe turpeve të tyre, sepse kush gjurmon për të meta dhe turpet e vllajt vet musliman, Allahu do t'ja zbuloj të meta dhe turpet e tij, ashtu që do ta turprojë në shtëpinë e tij. Kush jemi ne të mos i ambulojmë një mëkat njeriut, kur me mira mëkate Allahu na i ka mbuluar neve. Po ashtu, nëse njeriu pendohet për atë vepër, përse ti shkon dhe i ngjall ato plagë të vjetra? Është shumë i njohur rasti i Musës a.s., i cili doli me Beni Israilet të bëj dua që të bie shi, sepse i kishte kapluar një thatësir. Por Allahu xhaleshanuhu i shpalli atij se në mesin e tyre është një person i cili ka 40 vite që bën mëkat e nuk i skuqet fytyra prej turpit ndaj Allahut. Kur të largohet ai person prej aty, do të pranohet lutja për shi. Musa a.s. u tregoi atyre se çka është kushti i ardhur prej Zotit, që njeriu i cili është mëkatar i madh të largohet prej këtu, sepse përndryshe nuk pranohet lutja për shi. Njeriu i cili e dinte se ai është mëkatari për të cilin flet Musa a.s., me zemrën e vet ju lut Allahu duke thënë: O Allah, ti i cili që 40 vite me ka mbuluar mëkatet dhe nuk më ke turpruar para njerëzve, më fal gabimet dhe mos lejo të turprohem para kësaj mase. Në atë moment filloi të bjerë shiu. Musa a.s. dhe populli u habitën, se si është e mundur që askush nuk u largua prej turme, kurse shiu filloi të bjerë. Musa a.s. tha: O Zot, si është e mundur kjo, kur askush nuk u largua prej këtu? Allahu xhaleshanuhu i tha: personi i cili bënte mëkate, u pendua dhe kërkoi që t'ja mbuloj mëkatin dhe unë ja pranova. Musa a.s. tha: O Zot, më trego kush është ai person? Allahu xhaleshanuhu i tha: O Musa, unë ati personi si mëkatar që ishte, 40 vite ja mbulova mëkatin e nuk e shpalosa para njerëzve. E ti dëshiron që ta shpalosi tash pasi u pendua? Me këtë, na bëhet me dije se nga virtytet morale është mbulimi i mëkateve të njerëzve, sidomos të atyre të cilët janë penduar nga mëkatet, sepse disa njerëz, kur flitet për dikë që është larguar nga rruga e keqe, me njerë thonë: po ky më herët ka qenë kështu e ashtu, sikur me qenë duart e tyre pendimi njerëzve, sa do t'i pranohet apo jo. Për këtë, Allahu xhaleshanuhu i urdhroi besimtarët që kanë besuar të largohen nga dyshimet dhe paragjykimet për të tjerët, sepse disa dyshime janë mëkat në vete. Siç thot Allahu xhaleshanuhu në ajetin 12 të surës Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim:
Ja ejuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu. O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta, sepse disa dyshime janë mëkat, dhe mos hulumtoni për zbulimin e mëkateve të njëri tjetrit. Muslimani nuk është gjurmues dhe hulumtues pas mëkateve të tjerëve, sepse këtë vepër nuk e ka trashëguar nga mirathi i të dërguarit të Allahut, po as të dietarëve të mirë. Transmeton Abdullah radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: besimtari nuk është gjurmues i gabimeve, as mallkues, as i rëndomt dhe gojpist, as edhe i paturp. Këtë hadith e shënon Tirmidhiu në Sunan me numër 1984 dhe thot se hadithi është hasan. Nëse duam të jemi besimtar të mirë, të merremi me veten, sepse jeta është shumë e shkurt që të harxojmë atë duke u marrë me të tjerët. Kur i numëron mëkatet e tjerëve, mos mendo se ty të shtohen sevapet dhe devotshmëria. E nëse pyesim se përse do të ishte nevojshme të arsyetohen dhe të mbulohen mëkatet e tjerëve, shumë thjesht do të përgjigjemi, sepse dhe ti një ditë do të kesh nevojë të arsyetojnë për mëkatet e tua. Por nuk i dihet. Ndoshta emri yt ka shije të mirë që e mbajnë njerëzit vazhdimisht në gojët e tyre. E pastaj vjen momenti, e dikush thot se te ne ka shumë të papun. Jo, nuk ka të papun, sepse të gjithë janë të angazhuar me zbulimin e gjunaheve të tjerëve. Është ende më e habitshme se si me këtë vepër merren disa të cilët falin namaz, edhe ato janë të rregullt në xhami, por fatkeqësisht e kanë bërë traditë që para namazit ta marrin në përgojë gjysmën e fshatit, e pas namazit e marrin në përgojë edhe gjysmën tjetër. Këta njerëz, të cilët hulumtojnë për mëkatet e njerëzve, aq shumë hulumtojnë që të gjejnë ndonjë gabim tek njerëzit, po të shkretët sikur të kishin hulumtuar në shkenca të ndryshme dhe mësime, sa hulumtojnë për punët e tjerëve, do të kishin kryer të gjithë magjistratura dhe doktoratura. O vëllezër musliman, jeta e kësaj bote është një provim, siç janë studentët në provim, e në çdo çast mund të merret fleta. Andaj, mos shiko në fletën e huaj, por shiko plotësoje tëndën me gjëra të sakta. Bëhu njeri i cili mundohet të përmirësoj veten duke u marrë me gabimet e tij, e mos u bën koleksionues i mëkateve të tjerëve. Një ndodhi në kohën e Isait a.s. me shokët e tij është shumë domethënës për këtë temë që trajtojmë. Isai a.s. u tha shokëve të vet: nëse do ta shihni një burr të cilit i është zbuluar një pjesë e auretit nga era, a do ta mbulonit ju? Gjithë thanë: po, sigurisht. Isai a.s. u tha: por ju i shpalosni edhe pjesën tjetër. Ata u habitën dhe thanë: si kështu? Ai u tha: kur bëhet muhabet për ndonjë njeri, a nuk filloni me një herë të flisni për gjërat negative që ka ai njeri? Ja në këtë mënyrë, ju i zbuloni edhe pjesën tjetër të turpit. Mund ta ilustrojmë edhe me një shembull. Nëse shohim se një njeri ka rënë në pus, do të shkojmë që t'i ndihmojmë për ta nxjerrë prej aty, apo do të shkojmë në buzë të pusit dhe do të bisedojmë për të se si ka rënë në pus? Të gjithë themi se do të kishim nxjerrë prej aty. Ashtu edhe njeriu i cili ka rënë në pusin e mëkateve, duhet të ndihmohet me të mirë që të nxjerret prej atij, e jo të bëjmë mëkatin e tij temë aktuale të ditës. Prandaj, në këtë jetë, bëhu si lojtari i cili është i angazhuar tër lojën të shënoj gol për të arritur qëllimin. Por mos u bëj si referi i cili tër lojën angazhohet për të gjetur gabimet e tjerëve. Për këtë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi që nëse duam që në ditën e gjykimit të mos dalin në shesh dhe që Allahu xhaleshanuhu të na mbulojë mëkatet tona dhe të na mbrojë nga zjarri i xhehenemit, duhet që ne të ambolojmë mëkatet të tjerëve. Transmeton Esma bin Yazidi radiallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nëse dikush e mbron derin e vllajt të vet që nuk është aty, Zoti ja ka bërë obligim vetes që këtë njeri ta shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit. Këtë hadith e shënon Ahmedi në Musnad.
Po ashtu transmeton Ummu Darda radiallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush e mbron derin e vllajt të vet në këtë botë, Allahu do ta mbrojë fytyrën e tij nga zjarri në ditën e Kiametit. Edhe këtë hadith e shënon Imam Tirmidhiu në Sunan. Transmeton Abdullah ibn Omer radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: men satara musliman fi dunya satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Kush i ambulon besimtarit një mëkat në këtë botë, Allahu do t'ja mbuloj atij mëkatet në ditën e Kiametit. Këtë hadith e shënon Imam Muslimi në Sahih me numër 2580. Kurse në një përcjellje tjetër shënohet se do t'i mbulohen mëkatet e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Ka thënë Hafidh Ibn Hajeri: fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kush ja mbulon një tëmet e muslimanit, do të thotë e ka par tek ai një vepër të ligë dhe nuk ja ka zbuluar para syve të njerëzve. E kjo nuk do të thotë se ai mos ta këshilloj për këto gabime. Po ashtu Ibn Hajeri ka thënë: besimtari mbulon dhe këshillon për mëkatet, ndërsa i pamoralshmi i zbulon dhe mundohet i korrit njerëzit. Imam Neveviu ka thënë në koment të këtyre haditheve: nga kjo ka mirësi të madhe, duke i ndihmuar muslimanin, duke i alarguar mbrengat e tij dhe duke i mbuluar të metat e tij. Ndërsa Hafidh Ibn Abdul Berri ka thënë: pasi që njeriu shpërblehet për mbulimin e të tjerëve, të njëjtin shpërblim do ta ketë nëse ja mbulon turpet e vetvetes, apo do të ketë shpërblim edhe më të mirë. Ati i mbetet të pendohet për gabimet, kthim në të drejtë dhe t'i bie pishman për mëkatet që ka bërë. Vërtet, këto i shlyejnë të gjitha gabimet, inshallah. Disa vezir të sinqert, disave që urdhnonin për punë të mira u thanë: mundohuni që mos t'i zbuloni mëkatarët, pra mundohuni që mos t'i zbuloni në sheshtit nxjerrni mëkatarët, sepse dukja e mëkateve të tyre i turpron muslimanët. Gjëja më primare është mbulimi i tyre. Këtë mësim e kemi trashëguar nga vet i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur Hazal bin Yazid al-Aslami erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ngriti padin kundër maizit, i cili kishte kryer zina, ku i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: vallahi o Hazal, sikur ta mbulosh me petkun tënd, do të ishte më mirë se kjo që veprove. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi, Abu Davudi dhe Nesaiu në El Kubra. Edhe kur u mor në pyetje maizi, nuk u pyet për detale. Po ashtu disa herë e refuzoi pejgamberi alayhis salam në mënyrë që të largohet, por kur ai ishte i vendosur, atëherë u krye dënimi mbi të. Njëjtë veproi edhe Amar bin Yasir radiallahu anhu, i cili e ka kapur një vjedhës dhe ka thënë: më mirë mos ta shpall, dhash Zoti mos t'i shpall gabimet e mia. Për këtë transmeton Aisha radiallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: lëshoni pen ndaj njerëzve të vendosur për ndonjë gabim të tyre. Këtë hadith e shënon Abu Davudi dhe Nesaiu. Këtë duhet ta kenë në kujdes, sidomos ata të cilët mendojnë se me zbulimin e mëkateve të njerëzve apo hoxhallarëve i kontribojnë për hapjes së fesë dhe se arrin kënaqësinë e Allahut dhe janë rrugë për të arritur në xhenet. Dije se mbulimi një mëkati të vllajt tënd musliman është e barabartë në vlerë sikur të ngjallësh një vajzë të vogël e cila është varrosur për së gjalli në kohën e paganëve arab. Një herë Abu Haythamiu i ka thënë Uqba ibn Amirit: fqintan pin alkohol, andaj do t'i paraqes në polici. Ai i tha: jo, mos vepro ashtu, por shko dhe këshilloj dhe tregoju për kërcënimin ndaj alkoholit. Kur e pa sa i kam ngulte t'i paraqes në organe shtetërore, Uqba ibn Amir radiallahu anhu i tha: mos vepro ashtu, sepse kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të ketë thënë: kush e mblon një të keqe, i ngjan atij i cili ngjall vajzën e varrosur të gjallë nga varri. Këtë hadith e shënojnë Abu Davudi, Nesaiu, Hakimi dhe Ibn Hibani, i cili thotë se hadithi është sahih. Po ashtu transmetohet nga Ibn Omer radiallahu anhu se një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hipur në mimber dhe ka bërtitur me zë të lartë: o ju që respektoni islamin me gjuhë
dhe që ende imani nuk ka hyrë në zemrën e juaj. Mos i lëndoni besimtarët e as mos hulumtoni për gabimet e tyre, sepse kush hulumton për gabimet e tyre, Allahu do t'i përcjell gabimet e atij. E kujt Allahu ja përcjell gabimet, do ta turpëroj qoftë edhe brenda shtëpisë së tij. Këtë hadith e shënon Tirmidhiu në Sunan dhe thotë se hadithi është hasan dhe Ibn Hibani e shënon në Sahih me numër 1494. Pastaj, duhet të dimë se nëse kemi dije për fshehtësitë e dikujt, atëherë kemi korruptuar atë. Sepse çdo herë kur nuk të shkon diçka për shtat ai person, ti e kushtozon nënshtrimin e tij ndaj teje me mos zbulimin e mëkatit. Prandaj, në hadithin që e transmeton Muawiu radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nëse ti përcjellën turpet e njerëzve, i ke prishur ata, apo gati se i prishën. Ky hadith është sahih dhe shënohet nga Abu Davudi në Sunan me numër 4888 dhe Ibn Hibani në Sahih me numër 1495. Ata që janë shumë të dhënë pas këtij profesioni, le të meditojnë në hadithin që e shënojnë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ku i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: unë nuk jam urdhëruar të vrimoj zemrat e njerëzve, as t'u hap gjokset e tyre. Por ka disa njerëz të cilët vet e kryejnë mëkatin e pastaj vet e zbulon. Ky nuk mund të fajsoj askënd në këtë rast, sepse është ai i cili është krenuar me mëkatin e vet. E çuditshme është puna me disa njerëz, që Allahu i mbulon më gabimet e tyre e ata refuzojnë dhe zbulojnë veten e tyre. Për këtë kategori të njerëzve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: gjithë ummeti im është i falur, përveç atyre që e zbulojnë veprën e vet. E prej shpalljes së veprave është të punojë njeriu një vepër jo të mirë natën, e pastaj të zgjohet, e Allahu veç ja ka mbuluar atij këtë vepër, e ai thot: o filan, mbrëm kam bërë këtë e atë mëkat. Me natën Allahu ja mbuloi atij gabimin, e ky me të zgjuar e zbulon atë që ja mbuloi Allahu. Këtë hadith e shënojnë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në sahihet e tyre. Por, siç përmendëm edhe në fillim, jo të gjithë ata që mëkatojnë janë të barabartë, sepse ka mëkatar që ka gabuar disa herë, por nuk njihet në popull si mëkatar i tillë. Kurse, nga ana tjetër, ka njerëz të cilët ata lloj mëkati e kanë shndruar në profesion. E në mes të këtyre dy lloj mëkatarësh ka dallim të madh. Prandaj, për llojin e parë të mëkatarëve, është mirë që të mbulohet mëkati i tyre e mos përhapet në popull fjalë ofenduese ndaj tyre. Kurse këta të cilët as pak nuk kanë dërt për mëkatin e tyre dhe fillojnë ta përhapin me të madhe, ndaj tyre duhet të flitet që të mos rrëshqas edhe dikush në gabimin e tyre. Ka thënë Imam Maliku: nuk ka problem të lëshohet pe për njeriu që nuk dihet nga ai ndonjë e keqe që ju ka bërë njerëzve, derisa kjo mos t'i ketë shkuar sultanit. Mirë po, nga ai mund të ishte një lëshim. E për atë që është bërë i njohur me sherrë dhe fesad, nuk dëshiroj që të ndërmjetësoj askush, por merret dhe dënohet. Imam Neveviu thot: mbulimi mëkateve në fjalë duhet të bëhet njerëzve me nder dhe të tillë si ata, jo të atyre që janë të njohur me vepra të liga dhe prishje. Hafidh Ibn Rajab al-Hambali ka thënë: dije se njerëzit janë dy llojesh. Të parët janë ata që nuk njihen me mëkate. E nëse atyre ju bie ndonjë turp apo gabim, nuk lejohet shpallja haptazi ndaj atyre se kanë kryer mëkat, as zbulimi dhe të folurit për to, sepse një gjë e tillë është përgojim. Të dytët janë ata që njihen me mëkate, të cilët i bëjnë haptazi dhe nuk i kushtojnë kujdes asaj që kanë bërë dhe asaj që flitet për ta. Këta janë të shthururit. Për këta nuk ka gibet, siç ka thënë Hasan al-Basriu dhe të tjerët. Për të tillët nuk ka pengesë të bëhet kërkim në çështjen e tyre, për t'i kryer mbi ta dënimet e caktuara. Ndaj të tillëve nuk lëshohet pemë, edhe nëse krimi i tyre nuk ka arritur tek sunduesi, por duhet të merren dhe dënohen që të ndërpritet sherrri i tyre dhe të distancohen të tjerët nga një krim i tillë. Për fund,
Ju ngeleni përzemërsisht përshëndetur në përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.